Në bashkëbisedimin me qytetarët në rrjetet sociale, lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se harta e re territoriale e propozuar nga Partia Socialiste është platforma e Edi Ramës për dëbimin e shqiptarëve nga vendi. Berisha tha se me shkrirjen e 15 bashkive, kreu i qeverisë synon centralizim të plotë të pushtetit, teksa përshëndeti qytetarët e bashkive të prekura, të cilët u ngritën në protestë kundër këtij projekti. I pangopur në politikën e përqendrimit të gjitha pushteteve në duart e tij, të centralizimit të plot, a ndërmori hapin tjetër, ku në vend që të korrigjonte gabimet katastrofale të reformës së parë, Edi Rama me këtë centralizim prej sultani kërkon që çdo pushtet ta ketë në plën të dorës, të vazhdojë me tej zbimin e shqiptarëve në aktin më kriminal, më antishqiptar. Përshëndes ata 10 mijëra qytetar të bashkive të cilat Edi Rama i ka përcaktuar për zhdukje dhe të atyre të tjera që po përgatiten të ngrihen në një kryengritje paqësore të fuqishme. Berisha tha se Partia Demokratike do të vijojë dëgjesat e hapura me qytetarët për reformën territoriale për të dëgjuar propozimet e tyre pavarësisht tërheqjes së njëanshme të Edi Ramës. Ne do të marrim një debat të gjerë me shqiptarët, i cili ishte në vazhdim në Komisionin e Reformës Territoriale, por me qenë se sallat ishin kundër reformës së vitit 2014, u larguan në mënyrë të njëanshme. Ne vërtet kemi paraqitur një hartë me 100 njësi vendore, po ajo është e hapur në konsultime për të shtuar dhe një numër tjetër të komunave, bashkive të vogla. Berisha u ndal edhe tek protestat qytetare që kanë përfshirë vendin prej 70 ditësh, të cilat i konsideroi si lëvizja më e fuqishme rinore dhe solli në vëmendje nismat e Partisë Demokratike në kuvent në mbështetje të kërkesave të tyre. Unë përshëndes çdo pjesëmarrës në këtë protestë epike. Pas viteve 90, kjo është protesta më e fuqishme rinore qytetare në historinë e këtij vendi. Që javën e dytë të protestës, pasi u formuluan 5 pikat, deputetët tanë hartuan amandamentet në përputhje me kërkesat e protestuesve, të cilat kishin qenë, siç e dini ju, kërkesat tona. Këta më erdhën, ndërtuan aeroportin që i shkatron flamingot. Mos të i kam admirimun për ata që mbajnë ato që mbajnë flamingot në dorë këtu në protestë. Po flamingot i shkatron aeroportin, do t'jemi vend, ata duhet ta dinë. Kreu i Demokratëve akuzoi qeverinë Rama se ka humbur legitimitetin duke u bërë buroje korrupsionit. Shqipëria ndodhet në një krizë të thellë, e cila ka në themel mungesën e plotë të legitimitetit të qeverisë aktuale dhe kreut të saj Edi Rama. Kjo qeveri si asnjë tjetër në Europë faktoi para shqiptarëve dhe botës, vjedh shqiptarët në mënyrë të papërmbajtur, por hajdutët e saj, Rama dhe Balluku, janë mbi çdo ligj në këtë vend, ndaj dhe përdoren 83 mandatet e krimit për të mbrojtur aferat e mëdha të korrupsionit. Berisha i uroi mirëseardhjen ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Eric Wend dhe theksoi se ndan të njëjtat pikpamje për trafikantët e drogës, duke denoncuar edhe lidhjet e qeverisë me kartelet e drogës në Shqipëri. Spari i uroi mirëseardhjen ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, zotit Eric Wend. Unë ndaj plotësisht pikpamjen se trafikantët e drogës janë terroristë të egër dhe kur ata janë miliardierë, ata ngjiten në nivelet më të larta në klasifikimin si terroristë. Portët u janë dorëzuar karteleve, ato i menaxhojnë dhe flitet rëndom se kryeministri merr për portën e Durrësit nga karteli Troplin 300 milion euro në vit taks. Se ka ndodhur gjatë kësaj periudhe që kontejneri ka kaluar pa jashtë skanerit, ka ardhur në Shkozet, është karkuar dhe pasi është karkuar është rikthyer për të kontrolluar. Dhe ka ndodhur para një muaj karkimi me vinçi 3 kontejnerëve plot euro. Një koment Berisha kishte edhe për krijimin e konsullatës serbe në Shkodër. Një dëshmi tjetër flagrante se si Edi Rama sillet tërësisht si një argat i Vučićit.
është një akt që bie në kundërshtim flagrant, absolutisht flagrant me Konventin e Vjenës për konsulatat. Në asnjë pikë të nenit të kësaj konvente që ju referohet hapjes konsulatave nuk plotësohet në rastin e Shkodrës përveç vasaliteti i Edi Ramës ndaj Aleksandar Vučić. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Berisha thanë se Partia Demokratike dhe aleatët e saj mbështesin listat e hapura, ndërsa akuzoi kryeministin Rama për deformim të njëanshëm të sistemit zgjedhor që u vendos në 2008.